budallikun e tyre, le të themi, në thonjza, pra në psikopatinë e tyre, në mosdurimin e tyre për të shqyrtuar një çështje gjyqësore të kësaj natyre, solli edhe kataklizmon e madhe për vrasjen e një gjyqtari në sallën e gjyqit. Dua të mbetem pak këtu dhe unë nuk jam juriste. Kam dëgjuar, janë 31 familje të cilat janë në një konvikt dhe të cilat bashkia juaj njeh që këto familje janë në këtë konvikt. Kam dëgjuar shumë shpesh fjalën e zaptuan hyn. Çfarë duhet themi ne për Bathoren? Çfarë duhet themi ne për Kamzën? Çfarë duhet të themi për zonën e Freskut? Ndaj, jo një moment. U legalizuan të gjitha këtu dhe këto 31 familje. Bashkia, në kohën që problemi nisi, mendoj unë, me praktikën time modeste në 27 vite në këtë vend, bashkia duhet i kishte marrë këto 31 familje, ti kishte futur në një ambient tjetër, pra t'u jepte shtëpi, dhe pastaj le të vazhdonte gjyqi ose të shpronësonte pronarët me vlerë tregu, me çmim tregu, me çmim jo me çmim reference aq sa mund të ishte, por me çmim real të tregut, dhe pastaj situata gjyqësore le të vazhdonte, sepse bashkia e kohës, dhe unë nuk e di se si është situata në përbashkitë e qyteteve të mëdha, por këto situata të mbivendosjes, kur përmbarimi zihet me palët dhe nuk zihet me pushtetin vendor në çështje administrative, janë të mbartura. Unë besoj se kanë dosje bashkit me situata të ngjashme, duhet të hyjë pushteti vendor, të marrë përsipër përgjegjësi, sepse nuk ka pse të zihet ai që thotë kam një certifikat pronësie, të mungon një dokument, ai e ka bindje që e ka, dhe këto 31 familje që japin e marrin dyerve të gjykat në të drejtën se cila palë thot kam të drejtë, se cila palë mund të gjejë një avokat që në tymi u thot po keni shumë të drejtë, do ta fitojmë çështjen, ti je vetë avokat, ke dhe avokat të tillë apo jo në sistem. Pra, hyjet njerë nga një sistem tjetër, nga një pushtet vendor, saktësohet situata e sistemimit njerëzve dhe le të vazhdoj pastaj lufta juridike. Patjetër. E kam dhe kjo nuk e justifikon ngjarjen. Në mënyrë absolute. Kjo nuk e justifikon ngjarjen. Në ngjarjen. mënyrë absolute, por kjo situatë... Që ka probleme burokracie? Ka shumë probleme burokracie. Kjo situatë e mbivendosur në një familje X, ku ky djali që ka bërë vrasjen sot është 30 vjeç, ka qenë 14 vjeç dhe ka gjithë këto vite që dëgjon të njëjtën situatë në shtëpinë e tij. Kemi hyrë kaq në borxh, kjo është e jona, nuk po na e japin, një moment, me qetësi merr armën, vret objektivin, del dorëzohet me duar në xhepa, se po të ishte një rast tjetër, ti e di shumë mirë që mund bëj një kasapan dhe smerte vesh i para dytit. Pra dhe ky djalë duhet parë dhe në këtë këndvështrim, jo vetëm në faktin ai ka bërë një gjë që ka mbyllur dhe jetën e tij, të kuptohemi. Ai hyn 30 vjeç sot dhe nuk e di se sa mund të dalë apo jo. Ndaj dua të di, më korrekto atje ku un kam gabim në të që thash. E para, kjo nuk është justifikim për goditur një gjyqtar. Absolutisht, po e them. Pra, shkaktar i kësaj gjendje nuk është gjyqtari. Gjyqtari është hallka e fundit që po gjykon këtë çështje. Dhe duke qenë fundori, gjithë ngarkesa bie tek ai. Është hallka e fundit që po gjykon këtë çështje. Kazusi është një gjë, kërkesëpadia që paraqitet në gjykat është një gjë tjetër. Pra, edhe nëse ke të drejtën duhet të dish që ta kërkosh në gjykat. Pra, pa paragjykuar se për çfarë kush ka qenë objekti i çështjes, sepse kam dëgjuar 3-4 objekte të çështjes që po shqyrtoheshin nga ana e gjyqtarit të ndjerit, nuk mund të themi asnjëherë që ka patur apo nuk ka patur të drejtë, edhe sikur t'i japim të drejtë palës paditëse apo palës së paditur, në fund të ditës shqyrtimet gjyqësore dhe proceset gjyqësore kanë dhe gabime proceduriale. Dhe gjykata për herë fillimisht duhet që të korrigjojë ligjin procedurial dhe më pas merret me ligjin material. Këtë bën gjykata në vetvete. Problematikat që vijnë nga institucionet administrative, ne e kemi thënë shumë herë në për studio, që janë gjykatat ato që e rregullojnë, po që gjithmonë sjellin pasoja të kësaj natyre. Kjo problematik për familjen e subjektit që ka realizuar goditjen dhe marrë shkas që t'i bëj thirrje që nuk janë gjyqtarët e keqja e këtij sistemi. Janë të dalë nga vetja tani dhe nuk dinë me kë flasin, nuk dinë se çfarë thonë. Është i gjithë sistemi në këtë lloj formë që është i gatuar çorb. Dhe gjithë përgjegjësia bie mbi avokatët, bie mbi prokurorët, bie edhe mbi gjyqtarët. Po në fund të ditës edhe gjyqtarët janë njerëz, mund edhe të gabojnë, mund edhe mos gabojnë, japin drejtësi, nuk e japin drejtësinë kur duhet, e japin drejtësinë kur nuk duhet. Pra ka shumë rrethana të atilla, domethënë që i ngarkon dhe me përgjegjësi morale
përveç se përgjegjësisë ligjore. Unë mendoj, duke njohur gjyqtarin në raste, po jo vetëm i ndjeri, çdo gjyqtar tjetër, në momente që konstaton që ka konflikte të dy ose më shumë familjeve në një proces gjyqësor, më beso nuk bëhet asnjëherë palë me asnjërin. Bëhet palë me ligjin dhe zbaton drejt ligjin. Pra, nuk kemi në ato raste të veçanta që themi që gjyqtarët bëhen palë me njërën palë apo me palën tjetër, pra krijon një anshmëri në proces. Sepse këto janë procese që janë delikate dhe pa diskutim që e mbartin riskun siç solli edhe ngjarjen. Por në rastin konkret, të gjitha problematikat që vijnë nga institucionet administrative të cilat prodhojnë akte, të cilat krijojnë dhe konflikte midis dy ose më shumë palëve të tjera, pa diskutim që në gjykat do përcillen. Edhe nëse këto palë kanë më shumë se sa 13 vite, që rinë drejt proceseve gjyqësore dhe ky fëmijë ose ky njeri është rritur praktikisht duke dëgjuar prindrit e tij apo familjarët e tij për ditë për 13 vitesh rrjesh, pa diskutim që do krijojë një traumë të kësaj natyre, por nuk justifikohet fakti duke goditur në fund fare gjyqtarin. Nuk justifikohet, sepse nuk është i njëjti gjyqtar që ka gjykuar për 13 vite rresht çështjen për cilën është në konflikt gjyqësor familja. Humbjes së jetës së gjyqtarit dhe goditjes në gjykat. Në këto kushte, pa diskutim që ngarkesa gjyqësore ka sjell problematika të këtilla. Më duhet që ta përsëris veten. E kemi thënë që në fillim të herës, që kjo lloj situate mund të plaste edhe në këtë lloj